Dita Ndërkombëtare e Muzeve për vitin 2024 vjen me temën Muzeet për Edukim dhe Kërkim, dhe ku më mirë se kjo temë solli këtë bashkëpunim të fryqëm midis Muzeut të Bankës Shqipërisë dhe angazhimit artistik të vetë studentëve të Universitetit Barleti, një grupi studentësh, por dhe të nxënësve të Shkollës së Mesme Institutit Harry Fossi dhe shkollave nëntëvjeçare Konferenca e Pesës dhe Koljakova. Sollën në punimet e tyre artistike, por dhe audiovizuale, tema të larmishme që ne i trajtojmë në Muzeun e Bankës Shqipërisë me fokus monedhën dhe ekonominë, të përthyer sipas vizionit të tyre, duke bërë punime duke sjellë makete të dyqaneve, të marketeve ushqimoreve të kohës, të librarive, apo sjellja e një materiali kërkimor shkencor të prezantuar në konferencën e 4 të Muzeut Bankës Shqipërisë në një film të animuar nga studentët e Barletit, i cili është në një kohë të shkurtër, 10 minuta, interesant për të parë dhe për të kuptuar nga të gjitha grup moshat që zgjedhin të vizitojnë muzeun në këtë ditë.